të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medjave. U obligova para qytetarëve se do të mësojmë shprehjen e lirë të vullnet të qytetarëve në zgjedhjet e dyfishta, presidenciale dhe parlamentare. Dhe këtë obligim prioritar që është besuar në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet, edhe unë si kryeministër, edhe qeveria e kemi përmbushur në përpikmëri. Zbatuam zgjedhje evropiane në procese zgjedhore të lira, të qeta, korrekte dhe demokratike në të dy ciklet zgjedhore. Zgjedhje që do të përmbenden për atë se si mundet dhe si duhet të punoj në interes të qytetarëve dhe shtetit. Me të drejtë mund të vlerësoj se kontribuam në sjelljen evropiane të vendit, i cili synon të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Konfirmim për fjalët e mia janë edhe urimet dhe shprehjet e respektit nga partnerët tanë evropian. Nëse kapacitetet evropiane dhe demokratike të një qeverie mund të vlerësohen nga diçka, atëherë kjo janë zgjedhjet. Dhe me këtë rast, shpreh mirënjohjen time si për institucionet, ashtu edhe për qytetarët, sepse ata ishin në krye të detyrës dhe kontribuan ndaj angazhimeve tona të sinqerta që shteti të përparoj sipas vlerave evropiane. Pikërisht, kështu në vepër funksionon ideja e madhe evropiane. Pres që këtë drejtim të ndjek edhe përbërja e ardhshme qeveritare, sepse e ardhmja e Republikës së Maqedonisë së Veriut, paqja, qetësia dhe perspektiva e qytetarëve janë të lidhura drejt për drejt me progresin në integrimet evropiane dhe realizimin e anëtarësimit të plotfuqishëm në një proces dinamik deri në vitin 2030. Shansi është para shtetit dhe para qeverisë së re, si edhe përgjegjësia. Tani duhet dhe dojë mos të vazhdohet drejt rrugës evropiane, duke e shndruar vullnetin e qytetarëve në pushtetin e ri ekzekutiv. Qytetarët presin realizimin e premtimeve, por edhe një shoqëri të qëndrueshme, të parashikueshme dhe të avancuar në të cilën do të ndihen të sigurt dhe në hap me botën e zhvilluar demokratike. Të nderuar, sot kur shënojmë 100 ditë që e drejtoj, me fytyrë të pastër, ndërgjegje të qetë dhe me plot respekt ndaj të gjithë qytetarëve, mund të vlerësoj se atë që e paralajmërova, kur e mora detyrën se të punoj në interes të të gjithë qytetarëve dhe shtetit, edhe e kam zbatuar. Konfirmova se emërimi im si kryeministër, si kryeministri i parë shqiptar i Republikës së Maqedonisë së Veriut, është një tjetër kontribut për demokracinë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vazhduam rrugën strategjike euroatlantike, e cila është në interesin më të lartë shtetëror. Mora pjesë në evenimente të rëndësishme ndërkombëtare me qëllim të afirmimit të përcaktimeve strategjike euroatlantike. Zhvillova takime të shumta në evenimente të rëndësishme ndërkombëtare me përfaqësues të lartë të State Departmentit, shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me kryeministrat nga Ballkani Perëndimor. I miratuam edhe të gjitha vendimet tjera të nevojshme për rëndësi për cilësinë e jetës së qytetarëve në përputhje me kompetencat që na i mundsojnë kushtetuta dhe ligjet. Para së gjithash këtu mendoj për zgjidhjet që i gjetën për problemet prioritare dhe në këtë drejtim, koordinimin efikas të zbatuar me dhe ndërmjet institucioneve. Duke ardhur nga dhoma ligjvënëse, pata rastin të fokusohem edhe në çështjet që ishin iniciuar që moti dhe për të cilat pata mundësinë të gjej zgjidhje në cilësinë e kryeministrit. Të nderuar qytetar, për të gjitha aktivitetet e qeverisë që e drejtoj, mund të lexoni hollësisht në publikimin linkun e të cilit do e merrni dhe i cili paraqet raport për 100 ditët e para të qeverisë që e drejtoja.